qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës. Sot në emisionin Litanitë e Zojës së Bekuar, jemi të ftuar të ndalemi në një temë thellësisht shpirtërore dhe shumë të bukur, shkaku i gëzimit tonë. Nëpërmjet fjalëve të shkrimit shenjtë dhe meditimit të kishës, ne zbulojmë se gëzimi i vërtet nuk është thjesht ndjenjë e qastit, por një dhuratë që buron nga hyi dhe nga prania e tij në jetën tonë. Në qendër të këtij gëzimi qëndron Zoja e bekuar, e cila na sjell vetë burimin e çdo hareje, Jezu Krishti. Ajo është e lumtur që na udhëheq drejt dritës, edhe në momentet kur errësira e jetës duket e rëndë. Le ta hapim zemrat tona dhe ta lejojmë fjalën e Zotit të na mësojë se si gëzimi i vërtet lind nga besimi, shpresa dhe dashuria. Ti je gëzimi i Izraelit. Lexojmë tek libri i Juditës, kapitulli 14, rreshti 10. Gëzimi më erdhi prej të shenjtit. Lexojmë tek libri i Barukut 4:22. Do të gëzohem shumë në Zotin dhe shpirti im do të ngazëllehet në hyjin tim. Lexojmë tek libri i Isaias 61:10. Do të gëzohem në Zotin dhe do të ngazëllehem në hyjin tim, Jezus. Lexojmë tek libri Habakukut, kapitulli 3, rreshti 18. Gëzim qoftë gjithmonë për ty. Kjo ishte përshëndetja e kryengjëllit Rafael drejtuar Tobisë së vjetër, i cili iu përgjigj. Çfarë gëzimi mund të kem unë, që rri në errësirë dhe nuk do të shoh dritën e qiellit? Plaku mendonte qartë se pa dritë, gëzimi nuk ishte i mundur. Dhe a nuk ishte e gjithë bota pak a shumë në errësirë para ardhes së Zotit ton? Ai është drita e botës, siç na ka thënë vetë. Zakaria e lavdëroi hyin sepse lindja prej së larti kishte ardhur për të ndriçuar ata që rrinin në errësirë. Dhe i shenjti Simeon këndoi këngën e tij të gëzimit, sepse, siç tha, sytë e mi e pan shpëtimin tënd, një dritë për zbulesën e kombeve. Dhe kjo dritë, ky gëzim, i erdhi atij në krahët e Marisë. Ai, si dietarët nga lindja, e gjeti fëmijën aty ku edhe ne do ta gjejmë gjithmonë, me Marinë, nënën e tij. Ajo është shkaku i gëzimit ton, sepse na jep Jezusin, hyjin ton dhe gjithë shka tonën, burimin e çdo gëzimi dhe hareje. Le të gëzohemi në të. Errësira dhe trishtimi janë të këqija më të vogla se mëkati. Le t'i largojmë prej nesh. Ato janë pasojë e mëkatit dhe shpesh edhe shkak i tij. Le të kultivojmë gëzimin, i cili e zgjeron zemrën dhe na bën të ecim me vrull, e jo të zvarritemi në udhën e urdhërimeve të hyjit. Nuk mund të imagjinojmë asgjë si errësirë apo trishtim tek Zoja jon. Ajo pati shumë dhimbje, është e vërtet, por dhimbja dhe trishtimi janë dy gjëra shumë të ndryshme. Gëzimi vjen menjëherë pas dashurisë ndër dhuratat e Shpirtit Shenjtë, një pikë që vlen të theksohet. Zoja jon në magnifikatin e saj është e mbushur me gëzim dhe hare. Shpirti im e madhëron Zotin dhe shpirti im gazlen në hyjin shëlbuesin tim. Ajo e di se është vetëm një krijesë përballë tij, vetëm një grimës e megjithatë gëzohet. Ne shpesh priremi të mendojmë sikur gëzimi ynë duhet të vijë nga vedia e përsosmërisë sonë, sikur nuk mund të jemi të gëzuar, sepse jemi kaq të dobët dhe më të meta.
por duhet të kujtojmë se gëzimi i shenjtë ka një burim të pafund që nuk shterron kurrë. Do të gëzohem në Zotin dhe do të ngazëllehem në hyjin tim Jezus. Gëzimi përhapet, prandaj, nëse lidhemi me Marin dhe përpiqemi të hyjmë në thellësitë e zemrës së saj, do të gjejmë aty një burim të përhershëm lumturie në mendimin e mirësisë së hyjit. Shkrimi i Shenjtë na mëson se gëzimi i zemrës është një burim i pashtershëm shenjtërie. Sa shumë do të gëzohej Maria në të gjitha shfaqjet e virtyteve të birit të saj hyjnor. Në mëshirën, durimin, përvujtrinë dhe qëndrueshmërinë e tij, në themelin e Eukaristisë së Shenjtë, në ringjalljen dhe ngjitjen e tij të lavdishme në qiell. Ajo gjithashtu gjen arsye gëzimi në fuqinë e tij, siç shfaqet në krijim, diellin, yjet e të tjera. Ti je lavdia e Jeruzalemit, ti je gëzimi i Izraelit, lexojmë tek libri i Juditës. Çfarë gëzimi solli zoja jon tek Elizabeta? Siç tha më parë, gëzimi përhapet. Nëse një buzëqeshje vetme e Maris mund, sipas Dantes, të mbush gjithë oborin e qiellit me here, e bukura e qiellit buzëqeshi dhe të gjithë kënduan nga gëzimi. Çfarë ndikimi duhet ketë pasur kur ajo ishte në një gjendje gëzimi dhe ngazëllimi të thellë, si në çastin kur këndoi Magnifikatin? Ajo do t'i grumbulloj atij një thesar gëzimi. Vetë prania e saj bëri që foshnja Gjon Pagzusi të hidhej nga gëzimi. Le të imitojmë pra nënën tonë të bekuar në këtë gëzim të qiltër në shërbim të hyjit, duke kujtuar se nderojmë Zotin tonë të mirë kur shfaqim një fytyrë të gëzuar në shërbimin e tij. Të dorëzohesh ndaj ankthi do të thotë të harrosh se ai kujdeset për ne. A nuk na ka thënë Shën Pjetri t'ja hedhim atij të gjitha shqetësimet tona? Pse atëherë të mos jemi të lumtur si një fëmijë në krahët e atit të vet? Le t'i kërkojmë Zojës son të na fitoj këtë hir dhe të themi me besim të plot: O hyji im, të besoj gjithçka ty, sepse ti me dashuri mbi mua vigjilon për jetë. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, dëgjona ne. O Krisht, dëgjona ne. Ati prej qiellit hy. Ki mëshirë për ne. Biri shëlbues i botës hy. Ki mëshirë për ne. Shpirti shenjtë hy. Ki mëshirë për ne. Trinia e shenjtë një i vetmi hy. Ki mëshirë për ne. Shenjtja Mari. Loto për ne. Shenjtja nëna e hyjit. Loto për ne. Shenjtja virgjëra e virgjërave. Loto për ne. Nëna e Krishtit. Loto për ne. Nëna e kishës. Loto për ne. Nëna e hirit të hynueshëm. Loto për ne. Nëna e kulluar. Loto për ne. Nëna krejt e pastër. Loto për ne. Nëna e papërlyer. Loto për ne. Nëna e paprishur. Loto për ne. Nëna e dashur. Loto për ne. Nëna e mrekullueshme. Loto për ne. Nëna e këshillit të mirë. Loto për ne. Nëna e krijuesit. Loto për ne. Nëna e shëlbuesit. Loto për ne. Virgjëra e nderueshme. Loto për ne. Virgjëra e lavdëruar. Loto për ne. Virgjëra e pushtetshme. Loto për ne. Virgjëra e mëshirshme. Loto për ne. Virgjëra besnike. Loto për ne. Pasqyrë drejtësie. Loto për ne. Selia e dijes. Loto për ne. Shkaku i gëzimit ton. Loto për ne. Visari përshpirtshëm.
Loto për ne, Visari nderueshëm, loto për ne, visari zgjedhur për shpirtërie, loto për ne, drandofilja e mrekullueshme, loto për ne, kulla e Davidit, loto për ne, kulla e Fildisht, loto për ne, shtëpia e artë, loto për ne, arka e beslidhjes, loto për ne, dera e qiellit, loto për ne, ylli i mëngjesit, loto për ne, shëndeti të sëmurëve, loto për ne, streha e mëkatarëve, loto për ne, ngushëllimi të pikëlluarve, loto për ne, ndihma e të krishterëve, loto për ne, mbretëresha e engjëjve, loto për ne, mbretëresha e patriarkëve, loto për ne, mbretëresha e profetëve, loto për ne, mbretëresha e apostujve, loto për ne, mbretëresha e dëshmorëve, loto për ne, mbretëresha e dëshmitarëve, loto për ne, mbretëresha e virgjërave, loto për ne, mbretëresha e të gjithë shenjtërve, loto për ne, mbretëresha e zënë pa mëkat të rjedhshëm, loto për ne, mbretëresha e ngjitur në qiell, loto për ne, mbretëresha e shenjtës truzare, loto për ne, mbretëresha e paqes, loto për ne, o qengji i hyjit që shlyen mëkatet e botës, na falni o Zot, o qengji i hyjit që shlyen mëkatet e botës, dëgjana ne o Zot, o qengji i hyjit që shlyen mëkatet e botës, ki mëshirë për ne, në mbrojtjen tënde, po nga si moshenjtja nëna i hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevojat tona, por o Virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto për herë prej të gjitha rreziqesh. Zoja jon dhe ndërmjetëse e jona, me birin tënd na pajto, biri tënd na porosit, ndërduar të birit tënd na lësho. Lutu për ne o shenjtja nën e hyjit. të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. I jep në ne shërptorëve të tu, po të lutemi o Zot, t'i gëzohemi për herë shëndetit të shpirtit dhe të trupit, e në përndërmjetësi të së madhërishmës dhe gjithmonë Virgjërës Mari, t'i shpëtojmë trishtimit të tashëm dhe t'i gëzohemi gazmentit të amshuar në për Krishtin Zotin ton. Amen. Të dashur dëgjues, ndërsa mbyllim këtë reflektim mbi gëzimin e krishter dhe mbi zojën e bekuar si shkaku i gëzimit ton, le të kujtojmë se gëzimi i vërtet nuk shuhet nga sprovat, por forcohet në besim. Në shembullin e zojës së bekuar, ne mësojmë se edhe në dhimbje mund të mbretëroj paqja, dhe se zemra që i përket hyjit nuk mbetet kurrë pa dritë. Ajo na drejton gjithmonë drejt Jezu Krishtit, burimit të çdo gëzimi dhe shprese. Le ta kërkojmë hirin që t'jetojmë çdo ditë me një zemër të hapur ndaj hyjit, duke u bërë dëshmitar të gëzimit të Ungjillit në familjet tona dhe në botë. Zoti ju bekoft dhe ju dhënd paqen e tij. Shkaku i gëzimit ton, luto për ne.